Mjafton të kujtojmë që Shqipëria është një vend i hapur, ndoshta një vend me dyert të shqyera. Unë jam kundër hapjes, përkundër se ne na kanë mirëprit vendet përreth të tjerë, por duhet të kuptojmë që nëse klasa e pasur, një pjesë e mirë e klasës së pasur në Tiranë, sot pajton filipineza apo nga vende të tjera për të kujdesur për fëmijët, ata flasin shqip, s'ka asnjë kusht për të marrë vizën apo për të marrë lejen e qëndrimit, për të marrë lejen e punës në Shqipëri, njohin e gjuhës, siç është në shumicën e vendeve të botës, detyrimisht që ne jemi duke komprometuar edhe të ardhmen, në kuptimin që nuk i ofrojmë përveç kujdesit të rujtjes, por edhe qenin nëse del ta shëtisësh kurdo që ka qenë në shtëpi e di, ka nevojë të flasësh, ka nevojë të ketë një gjuhë që kupton në kuptimin e komunikimit. Kështu që këto probleme janë e bërë shumë komplekse aq sa sot mund të thuhet bilo pranua zyrtarisht edhe për herë të parë dhe nga Banka e Shqipërisë, emigracioni është ndruar në pengesë për zhvillimin e vendit, pra në frenues i rritjes GDP-së e tjerë, për rrjedhoj zhvillimi është i kompromituar dukshëm, ritmet e rritjes janë kompromituara dukshëm nga ky fenomen. Dhe politika ndjekur nga qeveria që arrin të negocojë me Indonezinë apo me vende të tjera, mendoj është dritë shkurtër për faktin e thjeshtë që nevojat e Shqipërisë, nevojat e ekonomisë shqiptare nuk janë përpunëtor të pakualifikuar siç edhe diskutohet. Kushtet ligjore, institucionale, mbrojtja e drejtave, krijimi i kushteve për sa takon shërbimit mjekësor e të tjerë, janë shumë larg atyre çfarë mundet duhet të kishte krijuar vendin në 35 vjet. Ashtu sikurse edhe turizmi që ne përmendim si arritje e madhe në pikpamje të efektit propagandistik, numerik edhe pamjeve të prodhuara në 3-2, 4-2 më radh, është prezent, por në terma real problematika që lidhet me ndotjen, me cilësinë e shërbimeve, me impaktin ekonomik në tërësi është shumë e dyshimtë dhe jemi shumë larg qartësimit të turizmit masiv apo turizmit elitar dhe tjera si këto. Zoti Reçi, jo për avokatin e djallit, por duke përpara nga pikpamjen narrativës qeverisë, qeveria ka pasur disa përligje të kësaj që ju sapo thatë. Për shembull, në rastin e ikjes shqiptarëve, përja është që jemi një treg të lirë, fenomene që ka ndodhur në Rumani, Bullgari. Bullgaria ka humbur më shumë nga çdo vend i Europës lindore dhe në botë në fakt ka humbjen më të madhe të popullsisë në raport me atë të para viteve 90-t, Kroacia gjithashtu. Dhe në këtë pikpamje qeveria thotë që ne nuk mund të marrim masa etatiste për të frenuar këtë migrim, përfshi migrimin e trurit. Nga ana tjetër, qeveria ka ndërmarrë disa nisma shumë të diskutueshme, madje njëra shërzuar nga gjykata kushtetuese për studentët e mjekësisë, fjala bie, të cilët u detyroheshin të rinin 3 vjet pas përfundimit të studimeve në Shqipëri. E njëjta që mund të thuhet për pastrimin e parave, burimet zyrtare të Instatit, Ministrisë Financave po dhe Bankës së Shqipërisë thonë që arsyeja kryesore janë rmitancat, turizmi, të ardhurat nga turizmi, të cilët kanë çuar në një kolaps të euros, e cila ka humbur mbi 40% të vlerës për pak se 2-3 vitet e fundit. Keni një përgjigje në lidhje me këtë? Natyrisht as unë dhe as ju dhe as kërkush nuk mendon që të ngrejmë mure në raport me botën. Por kjo nuk duhet na erësoj shikimin dhe arsyetimin që kush janë shkaqet e vërteta pse largohen njerëzit. Përse ekonomia jonë nuk performon në mënyrën e duhur. Se nëse pranojmë, dhe unë pranoj që kanë hyrë vitin e kaluar 11.4 apo 12 milion turistë, unë nuk mund të pranoj që kjo nuk ka krijuar stimuj tek prodhimi i vendas. Pra, rënja prej 10 vitesh e sipërfaqeve të mbjella me grur, misër e tjerë, edhe në kushtet e krizës për shkak të agresionit rus në Ukrainë, paksimi i numrit të lopëve, deleve, dhive, kafshëve të prodhimit. Të gjitha këto janë paksuar me të paktën 1/4 në 10 vjet. Rritja e numrit të turistëve duhet të kishte pas efektin e kundërt. Domethënë, në teorinë ekonomike, nëse ekziston kërkesa konsumatore, tjetri nxitet që të prodhojë. Atëherë kjo do thotë që politikat tona sektoriale janë shumë larg, janë vetëm propagandë. Për shembull, sot diskutohesh, përmenda një investim shtetëror një 300 milionë euro më shumë ndërtesa Pallati i Drejtësisë. Një që kreditet dhëna nga bankat tregtare dhe fondet e dhëna nga buxheti i shtetit për bujqësinë janë 27 milionë euro vitin e kaluar. Domethënë, nëse pranojmë gjithë Zoti Rama premtoi 250 milionë euro mbështetje për fermerët, por nuk janë premtimi është një gjë, po aplikime. Absorbimi sigurisht s'ka si të ketë aplikime, që të ketë aplikime duhet të ketë sistem kullimi dhe sistem ujitje që parat ndahet tek patronazhistët dhe prandaj përmbytimi sa herë bie shi apo digjimi sa herë ka temperaturat larta dhe mungojnë politikat sektoriale përkatëse që cilat mund dhe duhet ishin adoptuar në harkun e 10 viteve. Në qoftë se ndodhi kriza e
agresioni rus mbi Ukrainën duhet ishte shtu sipërfaqe që mbjell me drita që mos të rrezikonim ta blinim nga Serbia apo nga vende të tjera, por të kishte mundësi shfrytëzimi të tokës. Do të kishte zgjidhur problemin e koncentrimit të pronës, sepse sot ne kemi një fragmentim shumë të madh të tokës bujqësore, për rrjedhoj nuk hyn traktori, për rrjedhoj nuk mund të ketë ekonomi të shkallës dhe pa ekonomi të shkallës nuk mund të kemi prodhime konkurruese. Unë i shoh me dhimbje ato fermerët e Korçës apo fermerët e Lushnjës, të cilët hedhin prodhime dhe protestojnë. Por problemi është në anën e qeverisë. Ata kanë mungesën e kulturës financiare, të kapitalizmit e tjerë, të bërtasin për barriera. Kjo është diçka shumë e ndjeshme, mendoj për ata që na ndjekin. Ju keni shumë të drejtë, unë mendoj një lloj si ju, pra ne kemi 2.8 hektar, ndërkohë që Bashkimi Evropian është 28 hektar për familje, natyrisht nuk mund të konkurrosh aq më tepër në tregje të hapura pasi të hyjmë në Bashkimin Evropian. Por çfarë mund të bëjë qeveria kur kjo është zgjidhur që me 7501-shin? Çfarë mund të bëjë qeveria sot? Qeveria sa kujdeset për t'u marrë tokat troje në Bregdet apo në zona preferenciale në qytet, atyre që kanë dhe për t'u dhënë oligarkëve apo investitorëve të dyshim të tjera si këto, më shumë duhet kujdesesh për konsolidimin e pronësisë mbi tokën. Çka do thotë? Të përfundoj regjistrimin, përfundoj masterplanet e zhvillimit, sepse edhe kjo që ndodh sot, që jepen paketa e maleve për shembull, është një paketa e maleve, është një lloj agresioni mbi çfarë ka ngel e përbashkët. Është një mundësi që të emrohen investitorë, është një mundësi që të pompohen para që zgjihet nga kanar, dhe është një mundësi që dikush pasurohet në kurrizë të tjerëve. Një shitës bananësh mjafton që ketë kontakte të duhura dhe përfundon në investitor. Kjo nuk e zhvillon vendin. Kjo vetëm se akaparon, merr gratis, merr pa ndonjë garë, pa konkurrencë, pa kosto, dhe kur merren pa kosto ashtu dhe shfrytëzohen, ashtu siç po ndodh me kështillat, po ndodh me praktikisht ka një nitja për shembull dhe korporatës shqiptare të investimeve. Është një mekanizëm që kalon çfarë disponon te Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Mbrojtjes, e me radhë, pa garë në favor të kësaj korporate. Dhe kjo gjen investitor, gjen klient, të cilët përsëri pa garë, mirë po parashikimet tona kushtetuese flasin për përdorim të ankandet nëse ke për çit, dhe përdorim të garës nëse ke për të prokuruar diçka. Domethënë, jemi larguar nga disa principe bazë kapitalizmit dhe viktima e rritjes shkallës në hyrje shtetërore në ekonomi është pikërisht konkurrenca.